A na ka shkuar ndonjëherë ndërmend se si duhet të jetë përgatitja jonë para namazit? E pjesën Khatimul Esammin, ki ka qenë një dietar dhe një iri i devotshëm në atë kohë, dhe i thuan, si është përgatitja jote para se me fal namazin? Përderisa vin koha e namazit, thot unë ngrihem dhe marr avdes. Përmes avdesit dëshiroj të pastroj dy gjëra, aspektin e jashtëm dhe aspektin e brendshëm. Përmes namazit, ki dietar dëshiron të pastrojë trupin, dhe se përmes ujit njeriu i pastron pjesët e abdesit. Dhe pastrimi i brendshëm e pastroi, thot, zemrën nga dëshira për këtë dunja. E largoi dëshirën për të qenë prisi i njerëzve, nga se e shoh një përgjegjësi të madhe. E pastroi zemrën duke u penduar tek Zoti xhaleshanuhu. E gjithashtu, përmes abdesit, thot, e pastroj të mbrendshmen zemrën time nga inati dhe nga zilia. Paraprakisht përgatitet e nderuar i vëlla për të hyrë në komunikim direkt me Zotin xhaleshanuhu duke i pastruar pjesët e abdesit e në të njëjtën kohë duke e pastruar të mbrendshmen. E sa kemi nevojë, sa shumë kemi nevojë që të pastrojmë të mbrendshmen. Shpesh him në Ramazan, him në namaz, edhe të njëjtë dalëm me zili, me inat dhe kështu me radhë. Ndërsa ki sahabki, njeri i devotshëm, e pastronte zemrën, nga se dëshironte që në zemrën e tij të jehoje fjala e Allahu xhaleshanuhu, dhe komunikimin që e bën përmes Zotit me Zotin xhaleshanuhu të jetë i ëmbël dhe i qetë. E gjithashtu, thot, kur vinte koha e namazit, thot, shkojsha në xhami, por para se me marr tekbirin fillestar, e drejtojsha veten ka kibla. E përjetojsha kurse Allahu xhaleshanuhu më mbikëqir. E përjetojsha xhennetin nga ana e djathtë, e xhehenemin nga ana e majtë. Përjetojsha veten kurse jam mbi urën e siratit dhe meleku Azrail është mbas meje. Këto ishin përjetimet e këtij njeriu të devotshëm para se me u lidh të falje namaz. E thot, e bësha një jetin me ashkun e zemrës, e gjatë leximit të Kuranit në namaz, thot, i meditojsha fjalët e Allahu xhaleshanuhu dhe sa herë që vinte fjala e xhennetit, ndalesha dhe e lutesha Zotin xhaleshanuhu, o Zot, më bën nasib xhennetin. E kur vishin fjalët e xhehenemit, kërkojsha mbrojtje nga Zoti xhaleshanuhu që të më largoje nga zjarri i xhehenemit. Thot, qëndrojsha në këmbë si personi që ka nevojë. Qëndrojsha në këmbë si person i cili kam nevojë për mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Thot, shkojsha në ruku dhe rukuun e bëjsha me modestinë, me thjeshtësinë më të madhe. E bëjsha sejdën me frikë, respekt ndaj Zotit xhaleshanuhu. Ndërsa kur e këndojsha et-tehiyatin, këtë gjë e bëjsha me dashuri ndaj Zotit xhaleshanuhu, me umut se Allahu xhaleshanuhu përmes këndimit të et-tehiyatit do të mi pranoje lutjet para se me dhanë selam. E selamin e jepsha, thot, me qetësinë më të madhe dhe me shpresë që Allahu xhaleshanuhu më ka pranuar namazin. Kjo është e këshilla e Khatimul Esammi, që shpresoj që inshallahu taala këto fjalë na bëjnë dobi që sa herë kur të himë, sa herë kur të marrim abdes, krahas që i pastrojmë pjesët e trupit, të pastrojmë zemrën nga çdo njoll që na pengon lidhjen tonë me Zotin xhaleshanuhu. Para se me u lidh namaz, ti mendojmë këto aspekte, ta mendojmë se Zoti na qëllon. Ta mendojmë se ky namaz është i fundit, siç thotë pejgamberi alayhis salam, salli salate muwaddi', fale këtë namaz sikur është namazi i fundit.
edhe gjatë namazit të përqendrohemi në fjalët që i lexojmë e selamin kur ta japim në mënyrë të qetë, duke i përshëndetur njerëzit që i kemi nga ana e gjatë dhe nga ana e majtë, e duke u kënaqur me këtë adhurim që e bën ndaj Zotit xhaleshanuhu dhe duke e lutur Zotin xhaleshanuhu me shpresë që Allahu i madhruar ta ketë pranuar këtë adhurim.